Mirdita dhe përshëndetje, të dashur nxënës e mësimdhënës, familjarë të nxënësve dhe ju bashkëvendas, të nderuara familje të dëshmorëve, veteran të UÇK-s, invalid, shoqata të dolura nga lufta, institucione komunale dhe ju pjesëmarrë të tjerë. Mirë se keni ardhur në takimin tonë në shënimin e ditës së shkollës. Kjo ditë na kujton flijimin e 3 dëshmorëve, ndërsa më vonë do të kemi edhe flijimin e 3 dëshmorëve të tjerë. Rrugën e Krenarisë që ndoqën shumë djemë e vajza të fshatit tonë dhe nga të gjitha trepat shqiptare i vun themelet e lirisë. Për të nderuar këto vlera të larta njerëzore, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi, për hapjen e manifestimit, ftojmë drejtorin e shkollës Zotrim Ermola. Përshëndetje për të praneshmit, përshëndetje për institucionet komunale, përshëndetje për kryetarin e Kuvendit Komunal Zotrina Jemfiren, përshëndetje për kryetarin e OVL-s Abdul Bajramin, përshëndetje për Basin Qemal, kryetarin e shoqatës së familjeve dalura nga dëshmorëve, përshëndetje bashkëfshatar, përshëndetje dhe gjithë ju tjerë pjesëmarrës. Familjarë të dëshmorëve, në këtë ditë keni kujtime e dhimbje për më dashurit tuaj, mirë po njëkohësisht keni edhe krenari më shumë se kushdo tjetër, pasi që e dini dhe e shihni se mbi sakrificën e dëshmorëve sot po përjetojmë lirinë. Shkolla jonë sot po feston 1 vjetorin e riemërimit të saj me emrin e dëshmorëve të këtij fshati. Jemi krenarë që mbajmë këtë emër, lavdin e të cilit e ndërtuan djemt, vëllezërit dhe familjarët tonë. Jemi të përkushtuar dhe aktiv në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Jemi të kënaqur me angazhimin e mësimdhënësve e gjithashtu jemi të kënaqur edhe me të arriturat e nxënësve. Mirë po, synojmë për kushtim dhe të arritura dhe me të mëdha. Nga prindërit e nxënësve kërkojmë të rrisin bashkëpunimin me shkollën dhe me mësimdhënësit, me qëllim të fuqizimit të rolit të tyre në ndihmës të shkollës dhe fëmijëve të tyre. Nga komuniteti kërkojmë të shprehin interesim edhe më të shtuar në gatishmërinë e plotësimit të kërkesave të shkollës. Nga strukturat komunale kërkojmë që të sigurojnë inventare mjet e konkretizimi për nevojat shkollore, të jenë në vazhdimsi të mirëmbajtjes së objekteve shkollore në ofrimin e hapësirave më relaksuese për nxënësit dhe mësimdhënësit. Me punën që po e bëjmë, premtojmë rezultate të vazhdueshme tek nxënësit e në veçanti në rritjen e interesimit për vazhdimin e më të shkollimit deri në studime më të avancuara. Këtë edhe po e vrejmë që viteve të fundit shohim një interesim dhe angazhim të rinjeve në studime të larta në profesione të ndryshme. Të dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës e ju prindër dhe shumë të respektuar ju familjarë të dëshmorëve. Urime dita e shkollës, festofshim edhe shumë vite të tjera dhe me shumë suksese. Faleminderit. Falenderojmë drejtorin e shkollës për hapjen e manifestimit, ndërsa për një fjalë rasti ftojmë Naim Pira, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitis. Thunë kur vjen shi është bereqet, natyrisht sot kur vjen shi dhe ka bereqet. I nderuari drejtori i shkollës, të respektuara familjet e dëshmorëve, veteranë dhe shoqata të dalur nga lufta, respektuar qytetarë të Lubishtes,
arsimtar, veteran të arsimit, e nderuara qeveri komunale dhe të gjithë ju të pranishëm. Më lejoni që në emër të kryetarit Haliti dhe në emër të institucioneve komunale të Vitis t'ju uroj për ditën e shkollës, shkollë e cila me mburje mban emrin e këtyre dëshmorëve që kemi këtu mbrapa. Vërtet, në këto ditë njeri është me emocione të dyfishta, me emocione dhembje dhe me emocione krenarie. Dhe me emocione dhembje për faktin se ta djemë tri dhan jetën mu në lullën e rinis, dhe me emocione krenarie për faktin se me gjakun e njom të derdhur vum dhe ndërtum themelet e këtij shteti të cilin po i gëzojmë në sot. Dhe rastisht nuk thuhet se dy gjëra janë të shenjta. Të shenjtë janë dëshmorët dhe të shenjtë janë institucionet. Dëshmorët janë të shenjtë se me gjakun e tyre krijuam shtetin, shtet të cilin po e gëzojmë ne sot, dhe natyrisht si institucione komunale dhe si institucione arsimore kemi për obligim të punojmë fort që të edukojmë dhe të emancipojmë gjeneratat e reja, këta filizat e ri të cilet sot janë prezent këtu. Dhe krejt në fund edhe njëherë, më lejoni që t'ju uroj ditën e shkollës dhe lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Falenderojmë zotrin Naim Pira për përshëndetjen e manifestimit. E në vazhdim për një fjalë rasti, ftojmë drejtorin e drejtorisë komunale të arsimit, zotri Çail Sinonin. Ftojmë kryetarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve, zotri Qemajli Rexhepi. Qytetarët e fshatit Lubisht, të nderuara familjet e dëshmorëve të fshatit Lubisht, i nderuari kryesuesi i Kuvendit, zotri Abdul Bajrami, kryetari i organizatës veteranëve të luftës, bashkë luftëtar që sot janë në mesin tonë këtu nga Kaçaniku, mirë se keni ardhur në këtë 18 dhjetor të rënies së dëshmorëve të fshatit Lubisht. Sot, kur përkujtojmë 18 dhjetorin e 6 dëshmorëve të fshatit Lubisht, sigurisht se ndihemi krenar. Po, krenaria ju takon prindve, baballarve, nanave dhe fëmijëve të dëshmorëve që sot ata rriten dhe gëzojnë lirien. Sot jemi para këtij tempullit të diturisë, pranë kësaj shkolle e cila mban emrin e dëshmorëve të fshatit Lubisht. Përshëndetje të veçantë për drejtorin e shkollës, nxënësve ju urojmë suksese dhe arsimtarëve mësimdhënje, nxënësët mësimdhënje. Dëshmorët ishin themeli i lirisë, se në gjakun e tyre është zhvulluar edhe shteti i pavarur sovran i Kosovës, që ne sot festojmë dhe gëzojmë për dhjetoret dituri, lumturi të gjitha familjet dëshmorëve, urime dita e shkollës, nxënës të dashur, faleminderit të gjitha juve për vëmendje. Falenderojmë zotri Qemajli Rexhepi për përshëndetjen e manifestimit. Me një fjalë rasti ftojmë edhe zotri Abdul Bajramin, kryetarin e OVL-ve të UÇK-s. Familjarë të dëshmorëve të lirisë, invalid, veteran të luftës, komandant Mola, zoti Ismail Selmoni, Murat Ljoku, kryesuesi i Kuvendit komunal, drejtoreshe kulturës Kaltrina Gursel Sulejmoni, doktoresh, të gjithë ju qytetarë, nxënës, prindër, mësimdhënës, drejtori i shkollës i Mola, urime dita e shkollës. Dita e shkollës e Lubishtës e ka emrin e dëshmorëve të Lubishtës. Dëshmorët e Lubishtës javnun kapakun historisë më të re, në fund me komandant Rashid Mustafën, dhe e mbyllën historinë e popullit shqiptar të kësaj treve. Lubishta ka një histori të mirë, të njohur. Ata e kanë udhëheqë luftën në Grykën e Kumanovës në vitin 1912, në udhëheqjen e minirit të Lubishtës. Lubishta i ka udhëheqë edhe betejat e Cërnelit, e Qibicës, e Drisoqës,
e plot betejë edhe në fund luftën më të fundit e kanë ujit me gjakë tokë me dëshmorët dhe martirët e Lubishtës. Zotën, Lubishta mas shumë të është damtu pi fshatrave të kësaj rrethinës në përgjitha kohërave. I kujtojmë këtë masakrat e vitit 12, 13, 45 në vazhdimsi, por Lubishta e ka mojt lartë flamurin e krenarisë kombëtare dhe në luftën e fundit me dëshmorët e fundit me këta 6 dëshmorët që i kemi Mustafa Beqirshema, Kemal Hamdi Azizi, Muhammed Ibrahim Muharremi, Gjemal Zenun Zeyna Temi dhe Salih Zenunin, edhe në fund e përmbyllën historinë e përgjakshme të vendit, vepra tyre ka hi në flamor, gjaku i tyre në të themelet e shtetit që përgëzojmë sot. Urime dhe një dita shkolla, sukses dhe gëzime në të ardhmen. Faleminderit. Falenderojmë Zotri Avdul Bajramin. Ftojmë Ismail Selmanin nga Tetova, luftëtari 3 luftrave dhe bash luftëtari dëshmorëve tanë që ta marrë fjallën. Më lërni që unë t'ju përshëndes kështu trotë që me një thënë Shqipe. Ju në gjatjeta juve bashkëvendas të këtij vendit heroik, Lubisht. Të flasesh për dëshmorët, për shokët tanë që ja kam këthi shpinën fatkeqësisht, nuk ka fjalë. Kur thuhet këtu para 18 viteve, neve na kujtohen shumë gjëra. Na kujtohen luftrat. Jo 1, 2, 3 luftra. Shqiptarët dhanë kushtrimin për të bërë bashkë. Nuk e di jam Leone që pasi që nuk përsho asë një luftar këtu në mes, diku të këtu këdikend, por unë kuptoj një gjë që luftarët pas kanë bërë luftën, kurse populata dhe fëmijët, zogjt dhe bilbilat e Kosovës martire po festojnë. Kështu të dëshironin edhe dëshmorët e kombit që të shohin gjithmonë bashk, duke vepruar dhe kontribuar më mëdheut. Më mëdhe pra quhet toka ku jemi sot ne, kjo toku la me gjak. Në qoftë se me lejoni shumë pak, edhe pse kam kaluar në fronte, unë kam vetëm një diçka në kokën time, edhe pse dëshmorët kanë një amanet, sepse në atë amanet u shkruante të ribashkojmë Shqipërinë. Pra, sot Shqipëria po bashkohet. Sot Shqipëria është e bashkuar, jo ndoshta fizikisht. Para se të fillon lufta në luginën e Vardarit apo në rrafshin e Pollogët të Iliridës, një student ishte 18 vjeçar. Ai ishte viti i parë në Universitetin e Tetovës. Pak para se të përfundonte orën e mësimit, profesorit të tij ju kishte lutur dhe i kishte thënë: "Profesor, të lutem, më trego sa është ora." Profesori i nderuar ja kishte tregu: "Ora është kaq." Studenti i kishte thënë profesorit që: "Profesor, lam të mirë se më mbetën vetëm pak minuta, sepse unë do t'i përgjigjem kushtrimit në malet e Sharrit." Për të mos ta zgjatur më shumë, erdhi studenti në mesin e luftëtarëve. Kaluan shumë muaj, javë, ditë, po u bën edhe muaj.
thuaj se u bën 2 muaj rresht pa e ditur në familja se ku i kishte djalin, shkollarin, studentin që e la dijan dhe e mori pushkën. Pas 2 muajve luftëtari bëri një telefon, ishte djalë për mall. Në Akademinë e Luftës nuk janë pranuar djemt, ne si që i themi sugarët apo bineqët. Por këtë trim me pranuam sepse ki e zgjodhi rrugën e lirisë. Rrugën në të cilën sot jemi ne këtu. Për pak disa muajve e mori celularin dhe e thiri nënën. Pasi që e thiri nënën e vetë, ti tha, oj nën, unë jam. Sikur fjalë të nënave burnesha, ajo i tha, po ku je ti burimi nënës? Oj nënë tha, unë jam në radhët e luftës shtrimtare kombëtare. Tha, por më prit nënë, tha, se vetëm pak ditë unë dhe të vi të të vizitoj ti. Për nëna bujare trimnesh, ja kthej me një thënje trimit të madh Burim Musinit dhe i tha, djali im, kërkove luftën pa liri, mos më kthe. Pra këto ishin fjalët e nënës dhe shumë nënave dhe tjera që dhanë kontribut jashtëzakonisht të mëdha. Pra unë kërkoj sot, jo nga këtu, nga gjithë Shqiptaria, sikur që jemi sot bashk, të jemi gjithmonë bashk, të unifikohemi, të solidarizohemi me njëri tjetrin. Ata që dinë të bëjnë politik, në të bëjnë politik dhe të ndërtojnë sa më shumë vendin, sepse ki gjak nuk ka çmim. Ki gjak është atë dhe. Pra ki atë dhe duhet ndërtuar e jo rënuar. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi Shqipnis etnike, sepse për kështu ne i murëm pusht për ta ribashkuar Shqipnin. Lavdi dhe njerë të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi. Falenderojmë zotri Ismail Selmanin. Me rastin e shënimit të ditës së shkollës, drejtoria e shkollës ka ndarë mirënjohje për punëtorët dhe bashkëpunëtorët e kësaj shkolle, si dhe përfituesit e garave të ndryshme të organizuara në nivele shkolle. Ftojmë drejtorin e drejtorisë komunale të arsimit, zotri Qahil Sinani, dhe drejtorin e shkollës që të bëjnë ndarjen e mirënjohjeve. Në arsimin dhe edukimin e gjeneratave, drejtoria e shkollës ndon mirënjohje për mësimdhënësin me tushi. Për kontributin e dhënë në mbështetje të aktiviteteve shkollore, drejtoria e shkollës ndon mirënjohje për mësimdhënësin Skënder Mala. Për angazhimin dhe kontributin edhe në përkraje të aktiviteteve shkollore, drejtoria e shkollës ndon mirënjohje për Zekria Zenuni. Për angazhimin dhe kontributin edhe në përkraje të aktiviteteve shkollore, drejtoria e shkollës ndon mirënjohje për Bashkim Hetemi. Për angazhimin e tij të veçantë në vitet shkollor 2016-2017, drejtoria e shkollës ndon mirënjohje për punëtorin teknik Samej Hajdari. Në kuizin e editorisë për klasët e 5-ta kemi këto rezultate. Vendin e parë fituan klasa e 5-ta 1, Amir Bejta e Eltan Azemi. Vendin e dytë e fituan klasa e 5-ta 3, Erza Haziri e Adonit Haziri.
e fituan klasa e 5A2 Erblina Hasani e Resol Haliti. Në kuizin e diturisë për 11 klasët e larta të organizuara në 6 lëndë mësimore kemi këto rezultate. Vendin e parë fituan klasa e 7A2 Elvira Hajdari e Nuhe Beluli. Vendin e dytë e fituan klasa e 6A1 Anisa Nura e Genta Nura. Vendin e tretë e fituan klasa e 9A1 Ermoza Beluli e Fjolla Azizi. Në gara sportive të organizuara në nivele shkolle kemi këto rezultate. Vendi parë në futboll për meshkujt, klasa e 8A1. Vendi parë në futboll për femra, klasa e 9A1. Vendi parë vrapim për meshkuj në 500 metra Nuran Gjymshiti. Vendi parë vrapim për femra në 500 metra Erza Nura. Vendi parë vrapim për meshkuj në 100 metra Nderem Gjymshiti. Vendi parë vrapim për femra në 100 metra Saranda Islami. Tani filloj me pjesën artistike të programit. Poezin Dëshmorët e reciton Erza Haziri, ndërsa poezin Dëshmorët e Lubishtës e reciton Liza Rashiti, ndërsa me vollën e Shotës paraqitet grupin nxënësve nga klasët e olta. Dëshmorët e Lubishtës, jam shumë e fatë që rritem në liri, fatë Zotit se polta fotin e prindëve të mi. Jam e lirë të luaj asgjë s'ma ndol pritën, fatë gjoku të dëshmorëve në liri po rritën. Djem shumë krenore që jeti vendas të mi, emrin e shkollësime shkrue me krenari. Pavarësia isha shumë e vogël, u rrita duke shpresuar, edhe pse ty me e locjellësi, shpirtin ma kishin helmuar. Shumë vite kaluam me ëndra e lot, e kur se besova, se do të vuajmë deri sot. Sa shumë i lakmoja, zësht e ri në qiell, se kur se shijova, një ditë ngrot me djell. Shumë pranvera kalova, me shpresër për liri, e sot thuri vargje për të shtrenjtë pavarësi. Dizi për pora me e vogë, dizi për pora, qashtë me, qëtë më për masë, së më të në kanë të në
Me një këngë për abetaren, paraqitën nxënësit të klasës së parë. Secili prej tyre dorën ja kërkon. 3 fëmijë ka nëna, për kafesh dy duar, kuqja jam e parë, dorën e praruar. Njërën ja dha buqës, tjetrit vogligjen, për luani gjbëri, ju hodh në porqafem. Poezin imagjinata jonë, shpalosat flet, recitojnë nxënësit e klasës së dytë, ndërsa nxënësit e klasës së tretë recitojnë poezin flamure. Imagjinata jonë, shpalosat ne fëmijët, imagjinot kemi shumë. Sidomos natën kur është qetë, kur ju prindërit vini në gjumë, imagjinota jonë shpaloset, flit. Së pari ngresim të gjithë godinat, të dikura shkrump, nga dora barbore, në kujdes i parojnë të gjithë ozinat, nga armiku të shpequara me të move. Me shpejtësi shpalosim flitën tjetër, shkollat të reja ngrisim në çdo mes, bëjmë kalkulime në kompjuter e litër, mirë njohje diploma marrim me djerë. Ne kemi kohë, normalisht edhe për lojë, rëmbim roshullet, top dhe biciklet. Kënaqmi së bashku, zemra sa na dojnë, ashtu kalisim trupin, e bëjnë plot shëndet. Imagjinata jonë shpaloset prore, ne jemi në shpirt shumë pacifist, i shkatrujnë armat bërsamore, punën e bërë si në film do një artist. Ne fëmijët jemi shumë komunitar, shpëndojmë lodra ku shka nevojë, ju ikim rasteve të bëhemi dasmitar, kur jo të rriturit bëni të këqia lor. Ne fëmijët imagjinat kemi shumë, sidomos natën kur është qetë, kur ju prindërit vini në gjumë, imagjinata jo shpaloset flet. Skënderbeu kur jetonte, Shqipëria lulezonte, ishte fort, ishte zoj, kishte në flamur një shqipuj me dy krire, a i lirisht hopi në
ishin 300.000 veta. Dherë në gjakun si të marë që të bashin shqipëtar. Dherë në gjakun pa pushuar për këtë tokë të bekuar. Po trimat kur shkuar për jetë, shqiptaria bete shkret. Trimat shkuan edhe vinë, armët të ndryshken me një anë. Armët ndryshken e në baltë, në raflamurin altë. Bide u kajtë në baltë, sot ka dollë sa zuzorë. Qulluri shqipëtartë, bukët emërlan, u bashkua me agan. Punoj në atë dit, që të bitëmi pa drit. O zuzor, o tradhëtar, si në u bën shërbetar, në shkellet lirin, e në shkatruat shqiptarin. Rëmbyjet e për rëmbene, gjithë se që patë, nëse që keme, mirë pa, mjaftë, kua kishë pas qenë ofër, kur undez luft e oshpër, lufta tjerë e bekuar, që në ka po të shpëtuar, jo luft kundër Turqis, jo kundër Britit Shqipëris. Po, luft për ca zuzor, qulitën tradhëtor, e armiq të shqiptaris, i fryetitës së liris. S'na lërdheu në të tjirve, të dolim nga gjumi erët. Po qka dë gjumë vinë e thun, e qka shikojnë tradhëtojnë. Është tërpë për kësi krim bash, të mundohet një kontrim bash. Liria shqiptar, t'i shtypim këta zuzor. Me vallën bota e rinis, paraqiten nxënësit e klasës së 7, ndërsa nxënësit e klasës së 3 paraqisin pjesën skenike Kuleta e babait. Pace
Pjesën skenike Lahuta e interpretojnë nxënësit e klasës së 8, ndërsa me vallën Pse jem tuske, pse jem gig, paraqiten nxënësit e klasës së 7.
kursja ke nis. Mjaft ke kënu, e bodh ke kjo. Kur ta rëpru, e ndysht këndo, se dyt ka hije, kur këndon për trima, për djeme vajza, se vete tima, se zdua të vajtojnë, të shkritat nëna. O, te në kup të qjelët ju ndje gjëmba, po ndal, kjo se gjëmë, është lëmëri, jo, laut jo, falë zotit, fikështu, mu zajtë mu, se as fajet se dim, kur shiko. Djem të Shqipës sa janë gjallë, ko do dit po e ndjen një zë, du me ngrit flamurin prap, e djem të Shqipës kur si jap. E të parët e vendit tu ngrit dër veti, i shoj vajet tek njëri tjetri, e populli shkret me syn nga deti. Mosni bre, mosni, pash besën e Zotit. Atëherë, nën, jeta me shpres, se një det do t'a jek shamin e zez. Me latet e tu të gëzimit, do të vidita e bashkimin. Po pse more, a prap njëri tjetrin, me sy të vrar, na duhet me pa, apo ma mirë me u bashku si vlo me vlo. Jo Mario, kur jo, Prishtinën e Tiranën, edhe Rogovën, Tetovën, Manastirin e Qamerin, Krujën, Lavën e Guxin, Prizrenin, Florën e krejt shqiptarin. O më Shqipëri, moj në lokja kombit, kur s'tu thanë sytë prej lotit, që prej vdekjes e gjertë qka s'riotit. Ah, Evropë zoj me finja, fort ke lut me trojet e mija. Na këndo e na cuptove, 100 vjet, prapë na qove, e prapë sot, po na bën me ide, dhe i kurme me prej driti shile. Ah, më vëllëzër, po ne jemi më shatar me djelin, me këtë tokë e me këtë dhej. O, këtë dhej që e kam se fi, e për pifi, e kam vatan, e kam e dhej. Kem një gjuh e kem një gjak, kem një vatër, një konak, në përshekuj, kur mbi kur, e ruem Shqipën në flamun. Kur shpërthen lulja mbi këtë dhej, e radhimbja atyre ju vje, vajtalja hu, se po hapën toka. Po për këme kja e me knu spari, për ljubishtën, apo për dëshmorët e rë. Melo. Është flamuri yll i kuq, e me shqiponjën 2 krenare të zezë në mest. Për këtë dhe, që kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Shqiptari musliman qoftë, ortodoks qoftë, katolik qoftë, është gjithnjë shqiptar. Gege tosk malësia lia, janë një kompë, mudaz duron, funde maj një Shqipnia, e një gjuhë të gjithë në bashkon.
shqiptari, nuk e ka feja sa parti. Që për qatë këtë shqiptari. Pjesën skenike nuk harrohet, e interpretojnë nxënësit e klasës së 4, ndërsa pjesën skenike ky dhe i ka zot interpretojnë nxënësit e klasës së 9. Dhe Elvis Idrizi reciton poezion Çdo shqiptar është i mirë. O gjator, do dolemi në gjah për të gjuajtur se mësoj ku puna bëndam. Atër, ti lëshojmë gjatorë. Ti lëshoj. Ham. Ham. Uj, ko. Ham. O njëri i mirë, më shë se po më ndikin gjatorët. Hyrë në këtë thes. A shkuan gjatorët? Shkuan. A ma krikën e thesit që të dalë për joshta. Oj, ti s'pas ke fore zemër. Unë ta shpëtova jetën ti kërkon të me hash. Të mira që na bëhet harron shpejt. Jo e mira që na bëhet nuk harrohet. Këtë ta thot çdo kush. Ta provoj pro. Okej, a harro shpejt e mira që na bëhet? Pa provarit i rujta dit me të mazaj, i të roqa qirën, i lero varën, kur o flaka më nëzurin nga shtëpia me flakën të prëve. Eshe? A harro shpejt e mira që na bëhet? Harrohet, unë i rujta shtëpin 15 vjetë pronari tem, pas jo flaka me përzurin nga shtëpia. E të gjuve? O gjaja, a harro shpejt e mira që na bëhet? Që të dohet ky mendim? Këti ujk i cili t'ja shpëtova jetën kërkon të me haj. Si ja shpëtove jetën? E fshja në këtë thes. E pa mundur tërë kjo i të fshja në këtë thes. Kjo është e vërtet. Se besoj për e por me që të me brenda që të me Fshator, mbyllja grykën e thesit. Dhe që loje sa të mundesh me shkop, që ta bindesh se e mira nuk harrohet kur. Zdo shqiptar
Fry mu jenë, fryti, e mos a lërë të ftem, se po të më zuri gjumi, më mirë të mos gjohem më. Jo, nuk dua gjohë. Fry mu jenë, fryti bashkustare fatit tim, e popullit tim bi këtë dhe. Sigur të flisja o e të më thoshe, ku I gjetë të parët e mi, të parën herë kur zbritin nga qeli, që gju flisë se këdhe I shetë, që kënë këndonte, lok madhja, kur ja falte dhe u të bitë, e ca pyetje ka mo e, më falë që se dhashe amnin e tokës që I takoj. Ndaj, herë dhe, e herë tok, e quaj, shkurt, e shqip. Ka ca emra të ndarë të copave të sol. Për unë nuk I mbajme, jo. Për që di, amanitin e mbajme që den nga hiri vatrave, e që se treta stoka. Por emra të tokës më, nuk I them tot, jo, nuk I mbaj mend. Askush në këtë bot nuk I dha atë gjak dheut vetë tani, askush. Edhe ta piti ti e gjoku bien, ndaj, kush mendon? Ti ble, apo ti shef? Duhet I bëj hesapët mirë, se këdhe, as nuk blijet e as nuk shitët. Jo, nuk shitët. Ti e mu jenë, se kish pendi shpejt nga ky dhe I kambi. është qiponja 2 grenore, që rishejt e rishte I flamuri. Jemi në bit e kësaj toke, që përkulemi para flamurit ku qëzit, dhe betohemi për Shqipëri. Emër të rënd ka ky dhe, ne jemi bit e kësaj toke. Ata që ranë për të, e di jëm pishën e ti. Vetëm ata e di, por nuk duan të flasin. Vetëm kur nevoja në gjemojnë, sa male tunden. Ai është urdhër që den nga polcat e nderi këti dheu. Amanetin thonë, amanetin qoni në vend. Jo, ky dhe s'ka mot. Nuk vritet e as nuk pritet. Trungu I lirë vetëm rritet. Dhe ja ku jam unë dëshmi. Damari I gjaku të këti lisi. Dhe jam krenar që balën ma e shani bardhi plisi. Mos me ndoni se me pëlqen këtë roba të hekur ta. As ki gjamadan I shbuar nga plumba s'me pëlqen. Edhe unë I dua lullët, I dua zogjët, pranverën e dua. Por në kësi kue, veshët tjera nuk shkojnë. Sikur nuk më rinjë mirë trupit, që nga ti varje për ti shkupit. Veshja ime, sa me ka marrë mali për lullët e zogjët. Ka 2000 vjetë që me eqin udhve të botës. Ka 2000 vjetë që buk gjaku nga tuan kjo dhej. Veshja ime. Edhe lukja, basi, të gjithë një të saj vishën. Edhe mbesat, nipat, lisat dhe plisat, të gjithë të bardhi kemi, si kur bora në maje të madhe. Sa edhe të shkotherja dheu tjetër. E dheut që sta nje
as gjakun e as djersën. E vëllezrit e mi, ikën nga këdhe, se këtu është ndaluar kënga. Qiftelia ime, të gjitha rrugët ti mi mësove, goj vërtet nuk pate, por qajtëm halët bashk. Dhe këngët mi përcollë në vend të telegramit. Ti, me babën tim, gjyshin dhe stërgjyshin tim. Ti dhe vetëm ti. Dera jo mbetje hapur me shekuj, ko dhe pa ko, në dimër e në verë, në borë e në shi, sa herë që rënkonte nëna shqiptari. O jep janë asmijës e ti, jep janë asmijës të punal, të ishme në gjizëvën, që aty nalë, që nalë. O nazme. Sa më pas ka marrë malli për lullet, e për këngën me qifteli. Këto këngë u lindën shekuj më parë në kulla tona me o gjakë. Kjo këngë, ajo këngë më mbrojti mua, ma mbrojti pragun, ma mbrojti nderin. Kjo këngë e kënduar shqiponjat në majtë të Karadakut, e këndoj Korabi Sharrit, e këndova on me soj e farë, e prap kjo këngë shëngullam bi gjakun tim shqiptarë. Ndëgjo me vrojt për vjetë, ndëgjo mirë dhe mblidh mendja, ndëgjo me vrojt kur betohem unë Rashid Mustafa. Betohem para dhejut tim, e për ullëm para flamurit të Skënderbejut. Kur për së gjalli nuk shtrinë bidhej, unë gjak shqiptari. Betohem e nuk nështrohem. Shikoj vroj, i njëjti jam unë, jam Rashidi, që prita të vijë dhe për mu dita, dhe dita erdhi me djelë, e më gjejti të lirë këtu në vendin tim, para dhejut tim. Jo morë që ati nëzore, hiq më lutje, moti të pata thënë, se ky vend, se kjo kull, se ky dhej, do të ndeshët me rufi. Hej, kombi im shqiptar, jo, ky dhej ka emër, ky dhej ka zot. Ja, me shini mua, unë jam biri këti dheju. Shikoni shenjat, e shenjat e mia i mora nga ky dhej, e tash po ja kthej, se jetën ma falje dhoran nga vdekja. Hej, atë dheju im hënor, unë të dhash babën, nënën, vëllan dhe motrën, vetëm për të mbrojtur votrën. I dola zot oborrit, qatis, kullës me gurë dhe të shetit flamur. Zoni vlezër, zoni motra, zoni të akuzojmë lirin që e fitua me gjak. Kosova është vend që nuk falet. Jet një dhe ju vlezër. O sot, o kur. Ky dhe ka emër, ky dhe ka zot. Unë jam shqiptaria që nuk di për mort. E vallën e Bareshës paraqitën nxënësit e klasës së 7.
Kjo valla ishte pika përmbyllëse manifestimit. Musafir të nderuar, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe miru pafshim në takime tjera.